Buzëqeshja për fitoren e Trump po ju ngrin gradualisht në buzë. Disa festuan 2 muaj rresht dhe gënjyen pa pushim duke shfrenuar çdo imagjinat perverse politike dhe mediatike, duke na thënë: Trump do të shkrijë spakun, Trump do të arrestojë Yuri Kim, Trump do të heqë dekoratën Dumanit, Trump do të heqë non grata Berishës, Trump do të ftojë Berishën në SBA, Trump do të rrëzojë qeverinë Rama. Dash brenda javës e fundosi kalan e rërës që ngriti Sali Berisha dhe partia e tij, sekretari i shtetit Marco Rubio konfirmoi një detyrë të re për Yuri Kim, asnjë hetim për diplomatët në Shqipëri, zgjerimin e listës non grata, zhbllokimin e fondeve të USAID, mbështetje për SPAK. Dje ekspertët e OPDAT janë rikthyer në SPAK dhe GKKO, duke vazhduar punën aty ku e kanë lënë një muaj më parë. Departamenti i Drejtësisë Amerikane sponsorizon programe që synojnë përmirësimin e sektorëve të drejtësisë penale, programin e zhvillimit, asistencës dhe trajnimit të prokurorisë jashtë shtetit, ndihmon strukturat e drejtësisë penale dhe të zbatimit të ligjit, me theks të veçantë në korrupsionin publik, krimin e organizuar dhe trafikimin e qenjeve njerëzore. Dje SBA konfirmoi se SPAK nuk është produkti Alex Soros, por një investim amerikan që nga mandati i parë i Trumpit. Betejë e tyre 28 vjeçare për një shtet ligjor në Shqipëri do të vazhdojë. Ky është një projekt gjeopolitik i amerikanëve në rajon. Në këtë luftë do të ketë shumë viktima dhe të parët në listë janë ata që e penguan dhe tentuan ta shkrinë apo t'i ulin qepenin. Ëndrat me mbylljen apo shkrirjen e prokurorisë speciale do të marrë edhe një përgjigje speciale. Për ata që nuk e besojnë, duhet të durojnë deri 2 javë pas zgjedhjeve, ashtu siç ndodhi pas votimeve të 2021-shit, kur SBA e shpalli non grata Sali Berishën, por që sigurisht, si një shtet mik, ata nuk ndërhyn përpara në zgjedhje, por 2 javë pas rezultatit të votimeve. Duroni deri në fund të muajit maj, dhe çdo kush do kujtoj profecinë e ambasadores fuqiplot të Donald Trump në Tiranë kur tha: "Do haj bar kush i shkon pas Berishës." Askush nuk mund të harrojë që politikani i cili festoi më shumë fitoren e Trumpi ishte serbi Dodik në Bosnjë dhe një javë më parë u dënua me burg dhe e mori Aratin për t'i shpëtuar prangave. I dyti që festoi zgjedhjen e Trump kaq shumë ishte Sali Berisha. Mos u habisni që në qershor Trumpin do e konsideroj të korruptuar dhe anti-shqiptar. Thjesht është çështje kohe derisa SBA të jap mesazhin se e ka vënë kryqin përjetësisht. Dashuria e tij për Trump do të shuhet në 12 maj. Thjesht do t'i duhet të paguajë shumë shtrenjtë keqpërdorimin e emrit të Trump.